Horoskopi ditor e enjte 19 shkurt 2026. Dashi. Për dashin më 19 shkurt 2026, sot është një ditë e mbushur me energji dinamike dhe mundësi të guximshme. Rreshtimi i Marsit ju fuqizon të ndërmerrni veprime vendimtare si në arenat personale ashtu edhe në ato profesionale, duke ju shtyrë përpara me besim. Në marrëdhënie, komunikimi rrjedh lehtë, duke ofruar një shans për të zgjidhur problemet e mbetura. Financiarisht, merrni në konsiderat marrjen e rreziqeve të kujdesshme, pasi shpërblimet afatgjata duken të favorshme. Në një nivel personal, përqendrohuni në shëndet dhe mirëqenie. Fillimi i një regjimi të ri fitnesi ose rishikimi i një të preferuarit të së kaluarës mund të sjellë përtëritje. Kreativiteti arrin kulmin duke frymëzuar projekte ose hobi të reja. Përqafoni shpirtin tuaj pionier dhe lejoni që leadershipi juaj natyror të udhëheqë përpjekjet bashkëpunuese. Sidoqoftë, keni kujdes nga vendimet impulsive që mund të prishin progresin. Në vend të kësaj, kanalizoni entuziazmin në planifikim të strukturuar. Duke balancuar impulsivitetin me strategjinë, jeni gati për sukses. Besojini instinkteve tuaja, por ruani perspektivën, duke siguruar përputhje me qëllimet afatgjata. Lidhuni me natyrën për të mbështetur energjitë kaotike. Demi. 19 shkurti 2026, nxit një introspeksion të thellë që çon në rritje personale. Ndikimi kozmik i sotëm inkurajon rivlerësimin e vlerave dhe qëllimeve afatgjata. Ky introspeksion është një mundësi e shkëlqyer për të vlerësuar rrugët profesionale, merrni në konsiderat diskutimin e roleve të ardhshme ose ndjekjen e arsimit të mëtejshëm për të pasuruar aftësitë tuaja. Emocionalisht, mund të ndiheni të tërhequr për të rilidhur me miqtë e vjetër ose anëtarët e familjes, duke thelluar lidhjet përmes kujtimeve të përbashkëta. Financiarisht, është një kohë e favorshme për të rishikuar investimet ose planet e kursimit, ndërsa lindin mundësi për diversifikim. Në frontin e shëndetit, kushtojini vëmendje niveleve të stresit, integrimi i praktikave të vetdijes ose meditimit mund të ofrojë ekuilibër dhe qetësi. Ndjekjet krijuese lulëzojnë në ndikimin e uranit, duke inkurajuar eksperimentimin në art ose muzikë. Energjia e qëndrueshme e ditës mbështet ndryshimin gradual mbi veprimet impulsive. Përqafoni momentet e qeta dhe besoni në procesin e transformimit. Durimi juaj i lindur shërben si një yll udhërrëfyes, duke siguruar që çdo vendim të përputhet me veten tuaj të vërtetë. Binjakët. Data juaj e 19 shkurtit 2026 është mbushur me kuriozitet dhe komunikim. Rreshtimi planetar i ditës rrit natyrën tuaj shoqërore, duke e bërë atë një kohë të përsosur për të zgjeruar rrjetin tuaj si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Aftësitë tuaja bisedore janë veçanërisht të mpreta, duke lehtësuar negociatat efektive ose dialogët e rëndësishëm. Financiarisht, gjetja e zgjidhjeve inovative mund të zhbllokojë burime të reja të ardhurash, prandaj mos u shmangni nga të menduarit krijues. Në marrëdhënie, kërkoni lidhje intelektuale dhe ndani mendimet tuaja hapur, ndershmëria forcon lidhjet dhe sqaron keqkuptimet. Nga ana shëndetësore, aktivitetet e shkurtra ose stërvitjet bashkëpunuese fuqizojnë trupin dhe mendjen. Energjia e sotme mbështet të mësuarit, prandaj kënaquni me leximin ose ndjekjen e një kursi online. Planet ose përgatitjet e udhëtimit gjithashtu mund të nxirren në pa, nëse jo fizikisht, atëherë përmes eksplorimit virtual të ideve ose kulturave të reja. Përshtatshmëria është forca juaj kryesore, duke ndihmuar në përballimin e sfidave të papritura. Mos harroni të ndaloni dhe të reflektoni gjatë gjithë ditës për të ruajtur ekuilibrin në rutinën tuaj të ngjeshur. Gaforia. Më 19 shkurt 2026, kozmosi inkurajon vetanalizën dhe shërimin e brendshëm. Ndikimi i hënës rrit ndjeshmërinë emocionale, duke e bërë atë një ditë vendimtare për kujdesin ndaj vetes dhe qartësinë emocionale. Kaloni pak kohë të qetë duke reflektuar mbi aspiratat personale dhe mirëqenien emocionale. Shkrimi në një ditar mund të zbulojë ndjenjat themelore që duhen adresuar. Profesionalisht, shmangni marrjen e vendimeve të nxituara. Në vend të kësaj, mblidhni informacione për të bërë zgjedhje të informuara më vonë. Financiarisht, mund të lindë një mundësi e papritur, sigurohuni që të vlerësoni plotësisht përpara se të vazhdoni. Natyra juaj empatike shkëlqen në marrëdhënie, duke ofruar ngushëllim për të dashurit dhe duke forcuar lidhjet. Eksplorimi i hobive krijuese ose ndjekjeve artistike sjell gëzim dhe lehtësim nga stresi.
Kushtojini vëmendje dietës dhe hidratimit duke i dhënë përparësi shëndetit për të balancuar luhatjet emocionale. Praktikimi i mirënjohjes ndryshon perspektivat dhe përmirëson humorin. Përqafoni anën tuaj ushqyese si nga brenda ashtu edhe nga të tjerët, duke krijuar energji harmonike. Besojini intuitës suaj ndërsa ajo ju udhëzon drejt paqes dhe përmbushjes personale gjatë gjithë ditës. Luani. Vëmendja është mbi ju këtë 19 shkurt 2026, pasi theksohen karizma dhe cilësitë tuaja të leadershipit. Energjia e gjallë e diellit ju inkurajon të hyni me besim në sipërmarrje të reja, qoftë në punë apo në projekte personale. Është një ditë e mbarë për të shfaqur talentet tuaja ose për të marrë një rol udhëheqës. Inkurajimi dhe mbështetja rrjedhin nga burime të papritura, duke ndihmuar në shtyrjen e ideve në veprim. Në aspektin shoqëror, ngrohtësia juaj tërheq miq të rinj dhe forcon lidhjet me ata ekzistues. Shijojeni, por mos harroni të dëgjoni sa më shumë që flisni. Financiarisht, kreativiteti në buxhetim ose shpenzime mund të zbulojë mundësi të fshehura për rritje ose kursim. Ekuilibri është çelësi, ndërsa euforia është e natyrshme, gjeni kohë për reflektim për të mbajtur nivelet e energjisë të qëndrueshme. Konsideroni angazhimin në aktivitete që shprehin individualitetin tuaj, qoftë përmes artit, performancës apo stilit. Ruani për ulësinë, duke ndarë vëmendjen kur është e nevojshme për të ruajtur marrëdhënie harmonike. Shfrytëzojeni këtë shpërthim besimi me mençuri për sukses dhe ndikim të qëndrueshëm. Virgjëresha. 19 shkurti 2026 është një ditë për planifikim të menduar mirë dhe vëmendje të kujdesshme ndaj detajeve. Energjitë astrologjike favorizojnë organizimin, duke e bërë ideal për përmirësimin e projekteve dhe pastrimin e hapësirave fizike dhe mendore. Konsolidoni detyrat tuaja, duke i dhënë përparësi asaj që sjell përfitime afatgjata. Profesionalisht, përqendrohuni në bashkëpunim, njohuritë tuaja analitike vlerësohen dhe janë thelbësore për suksesin e ekipit. Financiarisht, menaxhimi i kujdesshëm jep fryte dhe është një kohë e mirë për të rishikuar investimet ose planet e kursimit. Marrëdhëniet përfitojnë nga bisedat e sinqerta, shprehja e nevojave personale rrit mirëkuptimin dhe lidhjet. Në frontin e shëndetit, merrni në konsiderat krijimin e një plani të detajuar të mirëqenies ose fillimin e një regjimi të ri ushqimor të përshtatur për nevojat tuaja individuale. Kanalizoni energjitë krijuese në zbatime praktike, si hartimi i një projekti në shtëpi ose nisja e një përpjekjeje mësimore. Balanconi efikasitetin me relaksimin për të ruajtur një ekuilibër të shëndetshëm. Qasja juaj metodike siguron përparim dhe ju përgatit për mundësi të ardhshme, duke siguruar një themel të qëndrueshëm. Peshorja. 19 shkurti juaj 2026 është i mbushur me harmoni dhe ekuilibër. Rreshtimi kozmik sot inkurajon paqen dhe bashkëpunimin në çdo aspekt të jetës. Profesionalisht, është një ditë për të nxitur bashkëpunimin. Puna së bashku sjell zgjidhje inovative dhe rrit dinamikën e vendit të punës. Ruani talentin tuaj diplomatik gjatë negociatave, duke siguruar që të gjitha palët të ndihen të dëgjuara. Mundësitë financiare mund të lindin përmes partneriteteve ose aleancave. Besoni instinkteve tuaja të zbutura me vlerësim racional. Në marrëdhënie, sharmi juaj natyror thellon lidhjet dhe zgjidh çdo tension. Angazhohuni në aktivitete të përbashkëta që nxisin vlerësimin dhe gëzimin e ndërsjellë. Nga ana shëndetësore, ekuilibroni mendjen dhe trupin duke përfshirë jogën ose meditimin në rutinën tuaj. Kreativiteti zmadhohet, kënaquni me artin, dizajnin ose muzikën për të shprehur mendimet tuaja të brendshme. Kërkoni bukurinë në jetën e përditshme dhe lëreni t'ju frymëzojë. Mos harroni të praktikoni dhe mshurinë për veten, si dhe empatin për të tjerët, duke u siguruar që nevojat tuaja të përmbushen. Energjitë paqësore hapin rrugën tuaj drejt kënaqësisë dhe suksesit sot. Akrepi. 19 shkurti 2026 zbulon thellësi të fshehura dhe potencial transformues. Atmosfera kozmike sot stimulon introspeksionin, duke ju nxitur të eksploroni nën sipërfaqe në sferat personale dhe profesionale. Zbulimi i të vërtetave çon në çlirim, përqafojeni këtë proces zbulimi pa frikë. Aftësitë tuaja hetuese shkëlqejnë, duke ofruar njohuri unike në punë. Financiarisht, rishikoni kostot ose sekretet e fshehura në buxhetim për të maksimizuar burimet në mënyrë efektive. Marrëdhëniet përfitojnë nga hapja, ndani ndjenjat për të nxitur lidhje dhe besim më të thella.
Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në praktikat transformuese që përputhen me ekuilibrin mendje-trup, si terapia ose shërimi me energji. Energjia e ditës amplifikon njohuritë intuitive, duke ju udhëhequr në marrjen e vendimeve strategjike. Kreativiteti lulëzon në sfera misterioze, duke frymëzuar vepra që pasqyrojnë emocionet tuaja të thella. Ruani qëndrueshmërinë emocionale ndërsa lundroni në përndryshime, duke i parë ato si katalizator për rritje. Mirëpritni transformimet me një ndjenjë fuqizimi, duke besuar në aftësinë tuaj për të ngritur mbi sfidat dhe për të përqafuar fillimet e reja. Shigjetari. Më 19 shkurt 2026, shpirti juaj aventuresk ju udhëzon drejt mundësive emocionuese. Universi inkurajon eksplorimin, si në ide ashtu edhe në përvoja. Profesionalisht, jini të hapur ndaj iniciativave të guximshme, qasja juaj vizionare është e paçmuar për ekipin tuaj dhe mund të çojë në rezultate inovative. Financiarisht, diversifikimi i investimeve ose kërkimi i burimeve të reja të ardhurave premton shpërblime në të ardhmen. Marrëdhëniet gëzojnë gjallëri, me udhëtime ose aventura të përbashkëta që forcojnë lidhjet. Eksploroni aktivitete të reja së bashku, duke nxitur lidhjet përmes përvojës dhe të qeshurave. Në një front mirëqenieje, merrni në konsiderat ushtrime në natyrë ose aktivitete sportive që ju gjallërojnë dhe ju rifreskojnë. Të mësuarit tërheq sot, merrni lëndë të reja ose njohuri kulturore për të kënaqur kuriozitetin intelektual. Ruani fleksibilitetin dhe hapjen ndaj ndryshimit, duke lejuar momente të rastësishme të udhëheqin rrugën tuaj. Optimizmi juaj çon në rritje, duke përhapur pozitivitet tek ata përreth jush. Vlerësoni udhëtimin dhe besoni se kërkimi juaj për njohuri dhe përvojë do të sjellë njohuri dhe përmbushje të vlefshme. Britsjapi. 19 shkurti 2026 është një ditë për të ndërtuar mbi themele të forta dhe për të kërkuar stabilitet. Ndikimet qiellore të sotme inkurajojnë përforcimin e planeve dhe strategjive, duke favorizuar planifikimin metodik mbi spontanitetin. Profesionalisht, zelli dhe përkushtimi juaj shpërblehen, duke çuar në njohje dhe avancim të sigurt. Është një kohë optimale për planifikim financiar, rivlerësoni buxhetet dhe investoni në fusha që premtojnë stabilitet dhe rritje. Marrëdhëniet përfitojnë nga ana juaj edukuese, ofroni mbështetje dhe ndërtoni aleanca të qëndrueshme. Mos harroni, edhe në leadership, puna në grup amplifikon suksesin. Për shëndetin, përqendrohuni në zakone të qëndrueshme, merrni në konsiderat organizimin e rutinave të rregulluara që përfshin praktika mirëqenieje si ushtrime të rregullta dhe dietë të ekuilibruar. Përqafoni përpjekje krijuese që bashkojnë funksionalitetin me frymëzimin, duke rezultuar në projekte praktike, por të kënaqshme. Besojini instinkteve tuaja kur përballeni me sfida, duke e ditur se këmbëngulja dhe rezistenca juaj janë thelbësore. Ruajtja e stabilitetit tuaj të fituar me mund sot hap rrugën për arritjet e ardhshme dhe qetësinë mendore, duke siguruar një trajektore të begatë. Ujori. 19 shkurti 2026, ju tërheq në një mbretëri inovacioni dhe komuniteti. Yjet rreshtohen për të nxitur kreativitetin intelektual dhe lidhjet shoqërore. Përqafoni teknologjitë e reja ose idetë avangarde në punë. Qasja juaj jo konvencionale mund të shkaktojë ndryshime transformuese dhe të ofrojë avantazh konkurrues. Financiarisht, përqendrohuni në sipërmarrje bashkëpunuese që lejojnë ndarjen e burimeve dhe zgjidhje krijuese. Marrëdhëniet lulëzojnë në mjedise që mbështesin lirinë dhe eksplorimin, përfshini të dashurit në aktivitete të përbashkëta ose diskutime intelektuale për të thelluar lidhjet. Nga ana shëndetësore, stimuloni shëndetin mendor me stërvitje në grup ose ngjarje të komunitetit. Energjia e sotme mbështet ndjekjet humanitare, duke frymëzuar përfshirjen në kauzat në të cilat besoni. Kultivoni miqësi dhe rrjete që ofrojnë mbështetje të ndërsjellë dhe vizione të përbashkëta. Mbani një mendje të hapur ndaj perspektivave të reja, duke lejuar evolucionin e mendimit dhe veprimin. Ekuilibri është qelësi, ndërthurni inovacionin me praktikën, duke siguruar që ëndrat të jenë të bazuara në realitet. Besoni në rrugën tuaj unike dhe lejoni që autenticiteti të udhëheqë ndikimin dhe kontributet tuaja. Peshqit. 19 shkurti 2026, fton introspeksionin dhe shprehjen krijuese. Energjitë kozmike sot rrisin empatin tuaj natyrore, duke lehtësuar lidhjet e dhëmshura dhe bisedat shëruese. Profesionalisht, është një ditë optimale për të lejuar intuitën të udhëheqë vendimet, duke sjellë zgjidhje të thella për problemet komplekse.
Financiarisht, besoni në strategjitë afatgjata dhe njohuritë intuitive për stabilitet dhe rritje. Marrëdhëniet lulëzojnë në gjeste të buta dhe mirëkuptim. Angazhohuni në shkëmbime kuptimplote për të forcuar lidhjet emocionale. Nga ana shëndetësore, përshtatni praktikat e mirëqenies me nevojat tuaja shpirtërore dhe emocionale. Konsideroni aktivitetet të vetëdijshme si meditimi ose përpjekjet artistike që qetësojnë mendjen dhe shpirtin. Kreativiteti juaj lulëzon, kanalizoni emocionet në muzikë, shkrim ose art, duke ofruar si përmbushje personale ashtu edhe vlerësim të jashtëm. Përqafoni imagjinatën tuaj të pakufishme duke mbetur të ankoruar në realitet për të shmangur mbi ngarkesën. Duke nxitur botën tuaj të brendshme dhe lidhjet me të tjerët, ju siguroni një përvojë të qetë dhe pasuruese që ushin si rritjen personale ashtu edhe marrëdhëniet harmonike. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.